është që shoqënia jonë duhet me kuptu që prej armiqësisë nuk ka kur far hajri nëse e kem ndërmend me jetu me një vend. Kështu që o kemi mu pajtu me zveti, edhe me e gjetë mënyrën e pajtimit. Mund që me do të këtë pajtim me zveti. Vish përdu me të gjuhë edhe blerimin e pastaj po hapim debatin, përndryshe Lumir Abdigjiku ka një status në cilin pra ai vazhdon me pas këtë qëndrim. Pra thot që kam qartë mesazhin e votuesve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, cili mesazh do ta kthejmë në veprim. Plot 171.249 falëndrime për qytetarët e Kosovës që votuan LDK-n këtë herë, kaq u bëm tani, ishin vetëm 110.000 4 vite më parë dhe kjo rritje na flet shumë. Më duhet t'i falenderoj në veçanti 146.000 votuesit e LDK-s që më dhanë mbështetje si bartës i listës. Kjo mbështetje rekord mbi 85% është mbështetje për ndryshimin e më të tutejshëm në rrugtimin tonë përpara brenda partijak. E kam të qartë mesazhin për LDK-n, do ta kthejmë në veprim. Përndryshe Lumir Abdigjiku është lideri mbrana LDK-s, pra si bartës i listës që ka marrë historikisht në LDK mas shumti vota, pra mbi 85%. Lexova statusin e Lumirit për një arsye se duket që është çelësi i formimit të një qeverie të opozitës, pra duke pas parasysh që Bedri Hamza ka gatishmëri, pra Ramush Haradinaj edhe të opozitës. Po, kom përshtypjen që e ka bërë qartë se nuk ka koalicion me VN, megjithatë do ta shohim deri në fund se si do të rrjedhin. A mundet opozita me ndërtu një qeveri disi, apo... Po, teorikisht po. Jo, praktikisht. Për teorikisht. Shiko, a që ka e vrej, do të thotë në këtë proces post-elektoral në Kosovë, duke krahasu me proceset paraprake, në rastet ku rezultatet e zgjedhjeve kanë diktu një qeveri të koalicionit ose të bashkëqeverisjes, në rastet e kaluara ende pa u certifiku rezultatet, do të thotë kanë fillu negociatat formale, jo formale mes partive, mes liderve për me gjetë një formulë të bashkëqeverisjes. Do të thotë ato kanë qenë të nesërmen. Na që kemi qenë paka shumë në për institucione i dim, kemi përvojnë ato. Edhe në Gjermani, po ato në qatnat ku shpallën rezultatet. Ato fillojnë me njëherë, sepse dihet vullneti i popullit, populli ka votu për një formulë të bashkëqeverisjes, askur si ka fitu shumicën e thjesht për me kriju qeveri. Këtu vrehet, do të thotë, një munges e iniciatives edhe entuziazmit të këtë gjithë. Të gjithë kanë, do të thotë, nuk kanë iniciativë për mi trokit në unitetin ndër, ose me thirë në telefon, o zotni, që shtu janë rezultatet, atakohemi veç me bo laf për këtë punë. Kërkush, dhe më thonë, komunikimi është zero. Arsyja, duke po thotë se lidhet me klimen e armiqësisë. Unë mendoj se është edhe një faktor tjetër. Askush nuk është entuziast me ull në karrikën e kryeministit Kosovës, e cila aktualisht mund të quhet karrikë elektrike, morë parasysh se na jemi një shtet që ka shumë punë me një shtet tjetër, ku tash është në pushtet një president jo konvencional, shumë i paparashikueshëm. Kështu që nuk ka kërkush është hera e parë në historinë e pas luftës Kosovë, kur shqiptarët nuk vrapojnë mi zonë karrikat, postet. Edhe unë mendoj se kjo është një prej arsyeve pse nuk ka entuziazëm, nuk ka iniciativë. Megjithatë, kjo mungesë entuziazmi dhe mungesë iniciativës nuk mund të shkojnë në pafundësi. Dikush duhet me fillu atë punë. E si pas rregullave kushtetuese atë duhet ta bëj ai që ka dalë i pari. Pra, kryeministri aktual, kryeministri në detyrë, zoti Kurti, i cili ka fitu, do të thotë, votat e mjaftueshme për të provuar me formu një shumicë parlamentare në Kuvendin e Kosovës, nga e cila pastaj do delte një qeveri. Po as Kurti nuk është duke bërë kur gjë. Shpaku na nuk kemi informata. Ai po vazhdon sulmet, ai po sillet sikur se i ka fitu 51%. Në anën tjetër, pyetjen që e parashtoi Leo, a është e mundur një qeveri e partive tjera? Është e mundur, por do të fillojnë me vepru. Sendi i parë që duhet me bën. Duket që për zotin Haradinaj, për shembull,
nuk duket që ka, ose mund të diskutohet kjo. Ai thotë që unë jam gati. Po, Haradinaj është Në anën gati, po Haradinaj nuk është përcaktues. Nuk është përcaktues. Kurti, normalisht që do të provoj me Jo, ajo që duket tash për në DK-ja, edhe ajo varet edhe për partive që tash jemi shumë teknikisht për qymë opozitë, edhe pse mund të përgjëroj me të njëjtën. E para, nëse ata janë të interesuar që zoti Kurti të mos e lënë pushtet, ata duhet të takohen për të arritur një konsensus që asnjëri prej tyre mos të hyjë në koalicion me të. Pra duhet t'ja pamundsojnë çdo lloj ta quajmë ashtu pazari politik ose çdo lloj negociate gjatë të cilës zoti Kurti mundet me tërheq koalicion ndonjëherë për këtyre partive. Pra me mri një konsensus që na arrim marrëveshje që asnjëri prej neve nuk do të futet në koalicion. Kur arrit kjo marrëveshje, atëherë zotit Kurti i kufizohen mundësitë që ai me zgjedh me formu shumicën parlamentare. Po këta nuk janë duke bërë asgjë përveç disa deklarata. Shiko, me gjithë respektin, deklarata e Lumir Avdëgjikut nuk thotë asgjë, shumë abstrakte. Shumë abstrakte. Një muj. Çfarë po pret me thonë? Një muj me çfarë supozicion. Që ka thonë Ramush Haradinaj. Çfarë supozicionin. Kanë marrë pozicion të qartë. Por derisa zoti Avdëgjiku nuk e qartëson pozicionin, jap një deklaratë abstrakte, do thotë, atëherë njerëzit mundën me menu se mbase ky është duke kalkuluar të dy drejtimet. Edhe në drejtim të zotit Kurti, edhe në, do të thotë e peshon atë që paraqet interes më të rëndësishëm për ti. Pra, duhet të bëhen këto veprime që zotit Kurti ti pamundsohet që ai me formu shumicën parlamentare. Dhe kur ajo ti pamundsohet, atëherë këta me u taku edhe me u marrë vesh për një formulë të bashkëqeverisjes e cila për mendimin tim duhet i ketë 3 nivele. Nëse ato 3 rrafshe nuk përmbushen në një marrëveshje të koalicionit, ai koalicion edhe nëse bëhet nuk do të jetë shumë i gjatë, do t'i shkurtohet jeta brenda një viti. Cilat janë ato 3 rrafshe? Natyrisht i pari është ai që është ndarja e pushtetit. Kush është kryeministri? Po, dhe kush është kryeministri edhe postet tjera, ndarja e pushtetit që është bazike. E dyta, do të më qenë një marrëveshje për disa tema esenciale, fundamentale, për cilat Kosova si shtet do të më përgjigje qysh të nesërmen që formohet qeveria e re. Në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me dialogun, me marrëveshjen ekzistuese me Serbi. Pra janë tema të mëdha të cilat që 10 vite e kanë bllokuar Kosovën. E kanë lënë në mend numra. Nëse antarët e koalicionit nuk merren vesh paraprakisht se si kemi mja bon X çështjes, ose kësaj çështjes asaj, ajo qeveri nuk ka me funksionu, sepse ka mu shkaktu krize me njëhershme brenda saj.